vlerësim të familjes, vlerësim të shoqërisë, në mënyrë që të kemi një zhvillim ekonomik më të madh, që shoqëria jonë të jetë më e lumtur, të jetë shoqëri që të shpresoj, të jetoj në vendin kur lindur rritur, vendin që ka zgjedhur të jetoj i lumtur, të jetoj me fëmijët, të ndalojmë shpopullimin, sepse është një këmban alarmi, largimi i trive dhe trejave, largimi i forcës punëtore, largimi i trurit, sepse sot në lagjet tona, në pallatet tona, në qytetin tonë, sot mungojnë tri dhe treja, sot mungojnë zërat e fëmijëve në oborre, sot mungojnë gjithmonë më pak fëmijë nëpër qerdë, gjithmonë më pak nxënës nëpër shkolla, gjithmonë më pak student nëpër auditore. Dhe kjo është këmban alarmi që duhet na shqetësoj, jo vetëm mua si nën, por çdo nën, çdo prind, aq më tepër politikbërjen, që të ndërhyjmë aq fort sa kemi që të përmirësojmë këtë situatë, sepse duhet një pikë e fortë kthese. Dhe unë mendoj fort pa dashur të bëj politikë, sepse është edhe vetë emisioni që nuk na e lejon shumë këto korniza, që unë besoj fort tek ndryshimi këtë herë, sepse e meriton Lezhë, e meritojnë tri dhe trejat, e meritojnë familjet tona, një ndryshim i fortë për të kthyer besimin dhe shpresën, dhe mbi gjitha për të kthyer një jetë normale